plasja mes Samir Manes e Artur Sheut për tokat në Zvërnec. Tokat në zonën e Zvërnecit, ku është parashikuar të ndërtohet një resort luksos dhe që ka nxitur protesta disa javore qytetare në Tiranë, ka vënë në një përballje personazhin e njohur të kronikës së zezë, Artur Sheu nga njëra anë dhe sipërmarrësin e madh shqiptar Samir Mane nga ana tjetër. Përplasja mes dy burrave nuk është drejt për drejt. Mes tyre qëndron Pëllumb Petritaj, një avokat nga Vlora i cili ka luajtur rolin ndërmjetësi në shitjen e pronave të Artur Sheut. Petritaj, i shpall në kërkim me erdhë për pastrim parash, besohet se ka qenë i pranishëm takimin e shumë përfolur në ishull në Aruba, ku koka të narkotrafikut ka ndarë zonat e influencës për pastrimin e parave në Shqipëri. Për momentin nuk ka evidencë zyrtare për takime të mushme ose komunikime ndërmjet Samir Manes dhe Artur Sheut. Megjithatë, rrugët e tyre janë takuar. Tokat e Zvërnecit. Në shkurt të vitit 2013, Pëllumb Petritaj, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor, kërkoi nga Hipoteka e Vlorës të regjistrojë dëshminë e trashëgimisë për shtetasin e ndjer Kutbi Sheu. I ndjeri ishte e njohur si trashëgimtar një sipërfaqe totale prej 100 hektarësh në zonën e Zvërnecit, nëpërmjet një vendimi të gjykatës së Vlorës, miratuar në vitin 1996. Në kërkesën që Petritaj dorëzoi në hipotekë, kërkonte që prona e Kutbi Sheu tashmë të regjistrohej tek trashëgimtarët e tij. Mes tyre ishte edhe Ramiz Sheu, babai i Artur Sheut, një personazh shumë kontroversht dhe që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej vitit 1998. Hipoteka kryen regjistrimin. Pak muaj më pas, në 27 maj 2014, Pëllumb Petritaj pajiset me prokuror nga familjarët Sheu për të kryer shitjen e parcelave të tokës së regjistruar në emrin e tyre në Zvërnec. Vetëm një ditë më pas, në 28 maj 2014, Pëllumb Petritaj si përfaqësues i pronarëve ja shet sipërfaqen për 100 hektarësh në Zvërnec vajzës së tij Ina Petritaj, për shumën 253 milion lekë të rejash, afërsisht 2.5 milion euro. Në periudhën e vijim nga 30 maj deri në 7 korrik 2014, pronarja e re Ina Petritaj shet tokën me parcela të ndara tek disa blerësh të ndryshme. Të dhënat e siguruara nga Media 60 tregojnë se me kontratën e datës 10 qershor 2014, Ina Petritaj shet 100.000 metra katror tokë në Zvërnec për shumën 27 milion lekë të reja tek kompania Singapore Europe Real Estate. Kjo shoqëri ishte krijuar në Shqipëri në gusht 2012 dhe ortaku i saj ishte Euro Singapore Real Estate, një kompani regjistruar në Ishujt e Virgjit Britanik, një zonë offshore e Karajibeve. Pak muaj pas regjistrimit, kompania në Shqipëri pranon si ortak Denis Ali Mehmeti, një personazh që kishte punuar për shumë vite si shitës pranë dyqanave Neptun, të kontrolluara nga grupi Balfin në pronësi të biznesmenit Samir Mane. Hyrja e Ali Mehmetit në lojë shëshnoi edhe rritjen e ndjeshme të aktivitetit tregtar të Singapore Europe Real Estate të regjistruar në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, i zhvarr si Samir Manes kishte krijuar edhe një kompani tjetër, Albania Pipeline Service, e cila krijoi një marrëdhënie dyshimta financiare me Bankers Petrol. Megjithatë, duke u rikthyer te aktiviteti Singapore Europe Real Estate, kjo e fundit bleu 100.000 metra katror në Zvërnec, në qershor 2014 pas negociatave që kishte kryer me Pëllumb Petritaj, babain e Ina Petritaj, pronares në letrat e tokave në bregdetin e lakmuar pranë ishullit të Sazanit. 2 vjet më vonë, kompania e cila dyshoi se ishte krijuar nga Samir Mane u mor zyrtarisht në pronësi të biznesmenit. Në vitin 2016, shoqëria BF Invest e grupit Balfin merr kontrollin e Singapore Europe Real Estate. Bashkë me aksionet, kompania tashmë me pronar fundor Samir Mane bëhet pronare edhe 100.000 metrave katror në Zvërnec. Blerësit e tjerë. Pronarja në letra 100 hektar tokë në Zvërnec, Ina Petritaj, në atë kohë vetëm 21 vjeç, në orientimin e të atit Pëllumb Petritaj, nënshkroi kontrata shitje të pasurive të paluajtshme edhe me blerësh të tjerë, të gjithë emrat e njohur të biznesit në Shqipëri. Në 30 maj 2014, pra vetëm 2 ditë pas ishte bërë pronare, Ina Petritaj i shet 50.000 metra katror për shumën 13.5 milion lekë të reja si përmarrësit Gerian Kuka. Kuka është pronari i kompanisë AE Distribution dhe është i përfshirë në sektorin e ndërtimit dhe energjisë. Aktualisht Gerian Kuka është marrë i pandehuar dhe është në proces gjyqësor për pastrim parash, në dosjen e timore ku personazh kryesor është zëvendës kryeminist Arben Ahmeti. Agim Shakaj, një biznesmen i përfshirë në aktivitetin e peshqimit për rreth 30 vitesh, rezulton gjithashtu një blesh në tokat e regjistruara në emër të Ina Petritaj në Zvërnec. Në 10 qershor 2024, vajza 21 vjeçare i shet Shakaj një parcel me sipërfaqe 10.000 metra katror për shumën e 2.7 milion lekë të reja. Sipas kontratës, pagesa është kryer jashtë zyrës notariale. Erviz Gjeçaj është një biznesmen që u bë personazh i kronikës së disa vite më parë. I njohur edhe si konati ish ministres demokrate Majlina Bregu, ai u përfshi në një hetim për pastrim parash për shkak të ortakërisë me Albino Prudentino, i akuzuar për lidhje me mafian italiane Sacra Corona Unita. Megjithatë, prokuroria shqiptare nuk ngriti akuzat për Erviz Gjeçaj. Në 7 korrik të vitit 2014, Ina Petritaj nënshkruan kontratë me Gjeçaj për shitjen e një parcele në Zvërnec. Sipërfaqja në kontratë ishte 40.000 metra katror dhe çmimi u shënua 10.8 milion lekë të reja. Sërish pagesa ishte kryer jashtë zyrës notariale. Reinhard Metaj nuk ka qenë personazh publik, të paktën deri në vitin 2014. Megjithatë, në 30 maj 2014 ai rezulton se ka bler nga Ina Petritaj një sipërfaqe për 75.000 metra katror në Zvërnec. Për këtë parcel, Metaj ka paguar 20.2 milion lekë të reja jashtë zyrës notariale. Vite më pas, Reinhard Metaj hyri në listën e personazheve publik. Në vitin 2023, ai u emërua drejtuesi i kadastrës së Vlorës. Por edhe ai, si 10 persona të tjerë, u detyrua që për arsye ende të paqarta të jepte dorëheqje brenda një kohe të shkurtër. Gens Deromemaj është një personazh i njohur në Vlorë. Ndërtues prej vitit 1994, Deromemaj ka mbatur edhe detyrën e kryetarit të degës së Partisë Demokratike në qytetin bregdetar. Në vitin 2025, ai kaloi ylberin politik dhe u emërua drejtuesi i kadastrës së Vlorës me firmën e kryeministit socialist Edi Rama.
Megjithatë, Gens Derometaj nuk e mbajti për shumë gjatë këtë detyrë pasi dha dorëheqje. Në mars të vitit 2015, kompania e tij ndërtuesi hyn në negociata me Plumb Petritaj për të blerë një sipërfaqe prej 215.000 m2 në Zvërnec, e cila rezultonte formalisht në emër të Inaj Petritaj. Pas bisedimeve, palët ranë dakord që Deromemaj të merrte pronën në Zvërnec, duke shkëmbyer me 2 pasuri që ai zotëronte në zonën e Akërnis, por në Vlorë. Në prill 2025, Ina Petritaj i shet 10.000 m2 në Zvërnec shtetase Stella Metaj për shumën 2.5 milion lekë të reja. Për blerëse nuk ka dëna publike. Përplasja. Të gjitha këto veprime nuk kaluan pa vëmendjen e autoriteteve ligjzbatuese. Prokuroria e Vlorës në vitin 2017 nisi një hetim për falsifikim dokumentash dhe pastrim parash. Në qendër të hetimit ishte Plumb Petritaj, si dhe disa punonjës të hipotekës së Vlorës në kohën e kryerjes së regjistrimit të transaksioneve me tokën në vitin 2014. Prokurorët dyshonin se ishin përpara një skeme të mirë organizuar mashtrimit, të ideuar dhe urdhëruar nga Artur Sheu, përfituesi kryesor i të gjithë veprimtarisë së Plumb Petritaj. Në atë hetim, blerësit përfshirë Samir Marrën dhe të tjerë të konsideruar në rolin e viktimës së veprës penale. Ata kishin besuar tek dokumentacioni servitur nga Plumb Petritaj në emër të Artur Sheu dhe kishin kryer pagesat për parcelat e tokës në Zvërnec. Por hetimet e zhvilluara nga Prokuroria e Vlorës krijuan dyshimet se familjarët e Artur Sheut janë bërë pronar të pronës 100 hektarë në Zvërnec, nëpërmjet dokumenteve të falsifikuara. Prokurorët në Vlorë arritën në konkluzionin se vendimi i gjykatës së Vlorës i vitit 1996 për njohjen pronar të Kutbi Sheut ishte tërësisht i falsifikuar. Grupi hetimor krijoi bindjen se mbi atë vendim të falsifikuar, Plumb Petritaj në vitin 2014 regjistroi pronën në emër të babait të Artur Sheut dhe familjarëve të tjerë të tij. Gjithashtu, prokurorët ishin të sigurt se gjendeshin para një skeme klasike pastrimi parash, nisur nga disa elementë të thjeshtë. Menjëherë sapo prona për 100 hektarësh u regjistroi në hipotekë në emër të familjarëve Sheu, përfaqësuesi i tyre Plumb Petritaj ja shet vajzës së tij 21 vjeçare për një shumë prej 2.5 milionë eurosh. Pas këtij transaksioni, Plumb Petritaj angazhohet që të gjejë blerësit për këto prona, kësaj radhe duke vepruar në emër të pronares në letra, vajzës së tij Ina. Duke ndjekur linjën logjike të hetimit, rezulton se Artur Sheu, nëpërmjet përfaqësuesit të tij, Plumb Petritaj, i ka shitur kompanisë së Samir Marrës dhe blerësve të tjerë parcela toke në Zvërnec, për të cilat ai kishte effektuar pronësim me dokumente të falsifikuara. Megjithatë, hetimi kishte shënjestër Plumb Petritaj. Në fund të vitit 2017, gjykata e Vlorës të dënon këtë të fundit me 15 vjet burgim për falsifikim me pastrim parash. I hetuar në mungesë, ai përfiton ulje me 1/3 e dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Së bashku me Petritaj, gjykata shpalli fajtore edhe një ish drejtuese të hipotekës së Vlorës, Blerina Adrami, duke dënuar me 2 vjet burgim për falsifikim dokumentesh. Gjithashtu, gjykata konfirmoi edhe falsitetin e dokumenteve, mbi të cilat familja Artur Sheut kishte fituar pronësi për sipërfaqen 100 hektarë në Zvërnec dhe urdhëroi asgjësimin e tyre. Ndërkohë, vendos që pronat të konfiskohej dhe të kalonten pronësi shtetërore. 8 vjet më pas, në dhjetor 2025, gjykata e apelit vendosi ta rikthejë sërish çështjen në gjykatën e Vlorës. Trupa e apelit e drejtuar nga ish gjyqtarja e apelit të Vlorës, Birkena Okperaj, konstatoi se shkalla e parë nuk i kishte arsyetuar si duhet vendimin e dënimit për Plumb Petritaj dhe Blerina Adrami. Tashmë pritet që procesi të rinisë sërish nga e para, ndërkohë që në gjykatë janë thirrur si palë të treta të dëmtuar edhe blerësit e tokës nga Ina Petritaj. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.